Përshëndetje të dashur shikues të podcastit ton shkollor Taksir. Unë jam Fatbardha Athure, nxënëse këtij gjimnazi, dhe në episodin e 4 kam nderin të bashkëbisedoj me Fadel Arion, një antar i familjes së Ertecve, familje e cila në kohën më të vështirë të shqiptarëve ka treguar gatishmëri dhe solidaritet me i jep shtëpitë e tyre për shkolla dhe mësim. Faleminderit shumë që keni ardhur. Përshëndetje për neve. Kënaqësi për mua. Po. Ne e dina që shkolla jonë në atë kohë ka marrë mësim në shtëpinë tuaj. Çfarë domethënie ka për juve me qenë në shkollë tonë sot? Faleminderit për ftesën dhe që po më jepni mundësinë më shprej. Unë kur vin në gjimnazin Sami Frashëri, e kam një emocion të jashtëzakonshëm për shkak se familja jeme është pjesë e gjimnazit Sami Frashëri. Kemi emocion kur flasëm për gjimnazin Sami Frashëri, jo vetëm për familjarët e mi që e kanë kryer shkollën këtu, po edhe për shkak të historisë të përbashkët që kemi gjatë viteve 90-ta, kur shtëpitë tona u shndërruan në Vatrat e Dijes për gjimnazin Sami Frashëri dhe shkollën ekonomike në Shkallë Prishtinë. Prandaj kur flas për gjimnazin Sami Frashëri, nuk është që jam të fol për ndaj shkollë të Prishtinës, që është e vërtetë edhe ajo, po flas në farforme edhe për shkollën e familjes tam, se llogaritë që kemi farhise në këtë shkollë për shkak të emocionit që kemi përbashkët gjatë viteve të 90-ta. Qysh mendon ti që unë poshtë frika dhe u zaventume që dëshirën për me pas shkollim në atë kohë? Gjatë viteve 90-ta, situata ke tillë ku të gjithë nxënësit shqiptar u larguan sidomos të nivelit të shkollave të mesme, u penguan për me i mbajtur mësimet në përshkollat publike, për shkak të refuzimit ton për me mësu me plan programet të Serbisë të asaj kohe. Dhe ky refuzim na bani pengesë për mos më mujt me hine për objekte shkollore. Kujtohet dikon 3 muaj e gjysmë kena protestu në atë kohë para objekteve shkollore për me tentu me hy në objekte në shkollat tona, po fatkeqësisht nuk prodhon rezultate ato protesta dhe pastaj udhëheqësia e lashit të asaj kohe, të lidhjes të arsimtarëve shqiptarëve, vendosën bashkë me strukturat tjera të Qeverisë së Republikës Kosovës, vendosën për me mbajnë mësime në për shtëpia private, sepse nuk ishte alternativë tjetër. Mos të harrojmë, ky vendim është marrë diku ka mesi i dhjetorit dhe mësimi ka fillu dikon 27 janar 1992 në shtëpinë tonë, si për gjimnazin Sami Frashëri, po ashtu edhe për shkollën e mesme ekonomike Shkallë Prishtinë. Dhe më kujtohet, ka qenë një emocion i papërshkruar se filluam pak me u zhgënjy se na si të ri, tash para me Sovjet i kiti. Tash 18 na i këna bone për veti, këmë fazë në atë kohë 16, edhe s'ma konceptoj këtë trunim me mbet pa shkollim, dhe veç filluam me shiqu alternativa tjera për me lëshu Kosovën, që po besoj shumë zonë sasione kam pas këtë mendim, në mënyrë që me vazhdu shkollimin dikon tjetër. Po fati e deshti që me fillu mësimin e për shtëpi shkolla, edhe shumë të reja nuk e kanë shfu Kosovën si rezultat i këtij vendimi. Diçka që unë mendoj që ka kontribuar dhe ka qenë katalizator i shkëndijave të para të lirisë gjatë viteve 90-ta, për shkak të mësimit dhe për shtëpi shkolla,
se ma në fond patëm një mision, mi kry shkollimin, mi po në kushte shumë të rënda, e cila situat e zgjoj një farë dëshire të zjakt për me pas sukses, me mësu shumë, shpesh herë mu më kujtohet që thesha do të me mësu minati të okupatorit sërë, me të regu që s'ka fuqi që në ndalë neve si popull, por me pas sukses në shkollim në arsimimin tonë. Prandaj edhe diçka që më burna me atë ku se sin gjimnazit sa me frashe, po ashtu edhe në shkollën ekonomike, me të vërtet kena mësu shumë. Me shumë pak atë kushte që i kena pas, kemi mësu shumë, sepse ideja ka qenë vetëm këtë formë e rrina me fuqizu lirin tonë. Edhe unë besoj që celullat e parat të ushtisë shqiptare të Kosovës kanë dalë si rezultati e mësimit të përshtepi shkolla, ku duke pa padrejtësin, sepse kur edukohesh arsimosh, e she të ngritet edhe vetdia, edhe e she padrejtësit që po të ban, edhe një drejt universale e arsimimit po të mohohet vetëm se i shqiptar, ajo t'i ngjall do ndjenja të liris që në kushte normale në ngjallë. Prandaj edhe memorjet unë dhe gjeneratat e mia të asoj kohe i kemi të pashlyeshme për shkak të emocionit jashtëzakonshëm që kena përjetu në ato kohë. E përmene që ke qenë ma i vogël se unë, Po. e marrë si shembull ku kun që ajo kohë. Po. Sa u konë e rëndësishme për ty si person edhe për bashkëmotratarët e ty me kry shkollë që atë momentu që maksimum? Mos të harrojmë, jemi të folë në një kohë kur vetë sa ka pas fillu me dalë interneti, as ke pas telefonat menshëm, mos të mon, as kompjutera, edhe libra, ato pak libra që i kena pas, nuk kanë mjaftu më të arshu atë kuriozitetin për edukimin dhe arsimimin e gjeneratave si ne. Për këtë arsye, ka qenë shumë e rëndësishme me pas një objektiv, një mision, por jo është për vete, po edhe për gjeneratat e ardhshme, në qysh një farë përgjithësie që ndoshta gjeneratat e sotme nuk e paramendojnë, sepse kur nuk cenohet liria edhe e drejta universale për arsimim, edhe nuk i ku as me mendu, pra atë pjesë edhe nuk e din qysh do të veprosh derisa nuk testohesh. Ne jemi testu, edhe shumë këtë gjeneratat asoj kohë kemi pas marrë vendim më shkollu e hiç mos dashëm, po minati të okupatorit se. Kjo për mu kanë, sepse më kujtohet se kena bisedu me kolegë, dëshira për me pas sukses në arsimin ka qenë jashtëzakonshme, se e kemi kuptu që vetëm në atë formë arrina me ardhë të liria dhe me hy në objekte shkollore si krejnë nxënësat e botës. Unë të më thënë, mu më kujtohet një orë mësimit, një orë normale mësimit, që është mbajtme për shtëpi shkolla, shënime ke marrë duke e vendosë fletore në gjoj, ose në shpinën e shokut apo shoqës, këtë ullën në dysheme, janë edhe, është edhe një video ngjizim i televizionit Prishtinës të asoj kohë, ku shihen nxënësat të mësu në shtëpinë tonë. Mund që kanë mësu, sidomos në 3 vitet e para, pastaj me ndihmën e kolektivit dhe prindve të nxënësve janë bë dhe bankat
që ju kanë përshtat klasave, po derisa si mbo bankat ka qenë për një men kushte shumë të vështira për me mojnë mësimin, po pa marrë parasysh pse s'kena pas libra shkollore. U dashke profesorat me marrë materiale ku kanë mujt, i kanë përkthy vet, pastaj na i kanë diktu që ato na i kena marrë si shënim. Shumë ka qenë procesi i vështirë, po e kena ba me një vullnet shumë ma. Mund kujtohet kur veshën delegacionet se unë kur e krysha mësimin të Azha jam, shkesha në shpitane, të më në gjimnazit sa me frashi ku kanë, edhe rresha me kolektivin e gjimnazit sa me frashi. I bana dyshysh keq shok, se në gjithmonë im kanë zanë si mirë, kisha qeft me nejt me ta, edhe im kanë dëshmitari krejt delegacioneve që kanë ardhur për ambasadave ndryshme. Besam, kur shkëshin në për klasa, kanë ardhur të ambasadës angleze, franceze, gjermane, italiane, kur s'ka pas nevojë me marrë përkthys. U kanë pa mundur pa pas në zonë në gjimnazit sa me frashit që kanë ditë që gjuhë. Më hënë edhe i mërshim kërë me përkthy. Ka pas kuadrat të jashtëzakonshme. Tash pjesë e libres i kije shumë intervistat personaliteteve të ndryshme që kanë kryer mësimin të na, dhe tash kanë pozitat të ndryshme në institucione publike. Duke fillu prej ish presidenti, se ati veti ajava e të poshtë. Ka shumë personalitetet të ndryshme që i qëmaj shumë, të cilët e kanë kryer të na, edhe të regojnë vetë karriere e tyre bojshme, të regojnë çfarë arritje kanë ba si rezultati shkollimit të atëhershëm. Tash kur ne mendojnë, që po supozojnë nuk është me vazhdu mësimin e për shtëpia shkolla. Çka do të ndodhte? Unë i pari, më kishtë dashtë me shlu venin, me shkollu dikë tjetër. Njëjtë që unë kishim me mendu me qindra mija tri, e farfor me zhpërshatis Kosovë. Lufta për liri dhe pavarësi do të vështirësohej s'ka i shpërisht, se pa njerëz nuk më nështë me fitu liri. Edhe ku me dit ku do të na plason të historia sot. Po fol shtëpive shkolla, prindet e prindi jam, e prindet e kolegëve të mi, e shumë zonësave tjirë, arretën me përmbyllat misionin me arsimu dhe me shkollu fëmijët e tyre. E duke e kryer këtë mision arretin me majtë në Kosovë. Edhe kjo pastaj kontribuaj në shumë faza tjera të lirisë dhe pavarësisë sonë. Pas të kishte ndodhë sistemi paralel i arsimimit shqip të vitën 90-ta, zgjugjasme në nuk ku kishë me qenë. Para se me kalu me të fyt për librën, gjeneratat e reja, e kanë e farëtheni që thënë që kujtimet ma të mira i kanë gjinaz, po du më ta vejt adhe në kujtim kështu këndshëm që i kishit ka met pej kohës të shkollës mesme. Kemi qenë, unë e kam kryer në ekonomi të AZM, mirë po dyqysh kemi qenë preokupu me njëri tjetër më shumë. Kemi bisedu më shumë, kemi qenë të lidhëm emocionalisht më shumë. Ja kemi ditë halët njëri tjetërit më shumë. Ka pas në zonësa që i kanë pas kushtet ekonomike jo të mira dhe kemi marrë iniciativa për në shok apo shoqe të klasës me mbledh të hodha atë sa kemi mujt, por me ndihmu aty në kushtet dhe rrethana çfarë kanë pas nevojë.
mirë po dashuria për njëri tjetrin ka qenë shumë e madhe. Edhe dyqysh, ndoshta edhe mungesa e telefonave të mençur, mungesa e internetit, dhe mungesa e teksteve shkollore na ka shtime bashkëpunu shumë ma shumë me njëri tjetrin, edhe si rezultat është kriju një afërsi emocionale shumë e madhe se sa që përshon gjeneratat e sotme. Qysh në gjeneratat e sotme shoh ma shumë afërsi emocionale kanë me telefona se sa me njëri tjetrin. E kjo është keq për mendimin tim, sepse i izolon në aspektin shoqëror të rritet reja. Duhet me pas disiplinë edhe që është përdor teknologjia që me leju hapësirë më lidh njërin me tjetrin më shumë se përfiton shumë më shumë. Po në studimet i këmë kryer në Angli, edhe profesori gjithë thej ke komplet studentave atje ke dikon 30-40% dhe ke mësoni për me, 60% mësoni prej kolegëve ju, nga këndvështrimi se cilës çështje që ka të bëjë me qatë janë, te ki një këndvështrim tjetër, një tjetër edhe në që të formë të arrimi 100%. E sot që kjo pesha po mungan shumë edhe të qysh është edhe mungesa e leximit që është shumë evidente sot në Kosovë, diçka që po na lën mbrapa. Mirë po që ka e moj men mas shumë të në atë kohë është vizitat e shpeshtat të policisë serbe, arrestimin e babës, shpesher të mahon që i kanë marrë në tash të quajtura vizita për biseda informative në stacione policore, e kanë marrë drejtorin e gjimnazit Abdul Gashin, drejtorin e shkollës ekonomike Shaban Çarretin, i kanë maltretu, i kanë persekutu, i kanë mundu me friksu. Këto arrestime kanë ndodhur thjesht në baza me jorë, më në kam. Shumë vështirë ka qenë. Shumë vështirë, po dëshira e madhe për liri, si baba, si mësimdhansat i kanë llogarit që mundet në ardhe deri të vdekje flyre, po janë pajtu me atë fakt edhe kur pajtohesh pastaj ti nuk ki frikë më, se ti veç e ke kalkulu e ke llogarit që mundesh me vdek, po me vdek për liri është krenaria më e madhe në jetë për një person, për lirinë dhe pavarësinë e popullit tonë është knatësi. Tash po du me kalu me ty pak për librin. Çfarë ka shty ty si person me shumë libra? Si popull, na nuk kena shumë respekt për historinë tonë. Edhe se me pas respekt për historinë tonë, e marë mundin edhe mënyrë akademike me shkru për historinë tonë. Sepse vitet kalojnë, mos të harrojmë të gjitha ato arritje që i kemi sot, si shtetë janë si rezultat i kontributit të asaj kohe. Edhe janë ndërtuar në themelet e së djeshmës. Edhe dohet me u angazhu, me evidentu, me shkru historinë e lavdëshme 20 viteve 90. Nuk e kemi pa një gjatë të tillë. Edhe kur nuk e bën një gjatë të tillë sa janë personalitetet e asaj kohe gjatë, kur do të bëj, kur vdesi, atëherë shkruhet historia me shumë gabime, me shumë pasaktësi, edhe për ata dhe ku marr mundin me bëj këtë libër, me evidentu kontributin e familjes teme gjatë viteve 90. Unë kam shpresu që do të merr mundin dikush që është
ma i afërt me lapsin, me pendën, që ka afinitet për me shku libra, për me evidentu këtë histori lavdishme, edhe të popullit Kosovës, për edhe të familjes tem, po se ka marrë këtë mund kërkosh, edhe ku marrë vendim mëne me bo këtë libër. Kjo është vetëm pjesa e parë, do tjetë edhe pjesa e dytë që do të përkushtohet edhe në pasqyrim mediatik të viteve 90 dhe nga 2000 dhe në 2010, sepse pjesë e kësaj libri është vetëm pjesa digjitale që kam arrit me gjetë në rrjetet sociale dhe në internet, ndërsa pjesa e shkruar që nuk është pjesë digjitale, ajo është në pararkiva të ndryshme, shumë për tyre në bibliotekë kombëtare. Ato do të angazhohem edhe do t'i bëj pjesë e librit të dytë, që shpresoj me dalë deri në vitin ardhshëm, që është 35 vjetori i shtëpive shkolla. Libri është i përbëm në 3 pjesë. Është pjesa e parë tregon çu ka ardhur deri te lëshimi i shtëpive shkolla në këtë Kosovë, pse është marrë në vendimin e tillë, pse ka qenë domosdoshme, edhe po ashtu flas për kontributin e familjes tem, sa shtëpia i kena lëshuna, që në 6 shtëpia për shkollë, edhe me njohjet që ju kanë dhënë babës tem, nëmët familjes tem, për kontributin e familjes tem, për mbjetesën e arsimit që gjatë vitit 90-ta, me njohje ndërkombëtare, shkrimet ndërkombëtare, shkrimet intervistat e ndryshme këto secil medium që i kanë bë, edhe i kemi edhe shkrimet autoriale, pjesë e librit, personalitetet e ndryshme që kanë shkruar për familjen tonë, që shohin ata kontributin e familjes tonë në këndvështimin. E librin a ke shënu veç për ke kushtuar familjes tonë, a e ke përdorur edhe për krejt sistemin shtëpi shkollë? Që shtëpia jon është thirrë tash muzeu shtëpi shkolla, është sinonim i gjitha shtëpive shkolla. Zjadin Gashi, autori i librit Shtëpi shkolla në fotografi, ai e përshkruan sidomos në komunën e Prishtinës, krejt pronarët e shtëpive shkolla, nëse dikush e ka lëshuar edhe një dhomë, e shkruan me kur e ka lëshuar, nga cila datë në cilën datë, sa nxënës sa kanë mësuar, e ka lëshuar me parë, apo parë, krejt i kitë dhonat atë. Mirë po, unë e këtanë kum dasht me shënu, me evidentu në libër kontributin e familjes tonë për 2 shkollat më të mëdha të komunës së Prishtinës që kanë mësuar të na. Nuk kam të drejtën me shkru, kam të drejtë me shkru edhe për shtëpi tjera që kanë shku, po nuk kam shumë njohuri. Kam dasht që bile s'paku për familjen tem, me shënu, me evidentu në mënyrë që më bë pjesë e historisë kontributi i asaj kohe, se vitet kalojnë edhe gjanat harrohen. Pastaj kush dënë që me plëcu, me shkru edhe për familje tjera, është më shumë se mirësardhë. Edhe për fund para se me përmbyll, një mesazh që mendon që tri duhet me kap nëse vetë që lexojnë libret ose pe eksperjencat tuaja? Titulli i librit është Shtëpi shkolla, edhe ka edhe një pasus për fundin e titullit, thotë kujtojmë që të mos harrojmë. Unë mendoj që ne në Kosovë duhet me mundu që të tritë të reja me inkuraju me lexu për histori të lavdishme që prindët e ju kanë kalu për me gëzu të mirat që i gëzon të popull sot. Edhe kur e kujtonit një histori të lavdishme që ka populli jonë,
atëherë populli është shumë i kujdesshëm në mënyrë që me punu shumë ma shumë për liri, që mos mu përsërit ato kohërat vështira me mbi cilat kena kalu. Na veç peshohëm që në baza ditore shtetësia e Kosovës sulmohet nga gjithanë, prandaj duhet si popull, duhet me punu secili prej nesh që me forcu shtetësinë e Kosovës me çdo fushë të jetës që i takojmë. Prandaj, mesazhi jem është që me punu me llogarit Kosovës si shtëpit tuaja, me punu shumë me ndërtu shtetësinë edhe mundi krenar me këtë qëllim. Mos më nalë kohë së mësuri sepse koha është e juaja, nuk kthehet kjo popull. Faleminderit shumë. Ka shumë del me fol për një temë ka të rëndësishme për popullin shqiptar. Faleminderit shumë që më atë mundësinë e ju dëshiroj edhe shumë intervista tjera, alo më të mira në podcastin e ju. Shpresoj të vinë në festat të ndryshme në sukseset e juaja. Faleminderit. Faleminderit për ju vend që së na keni ndjek. Shihemi në episodin e radhës. Free audio post-production by alphonic.com